është kushtuar rëndësi familje sepse faktikisht xheneti i njeriu i gjithë është në familje. Prindi, fjala prind, është një derë prej dyerve të xhenetit. Kënaqësia e Zotit ke kënaqësia e prindit. Rri nonës ke komët, se aty e ke xhenetin. Kush i rrit 3 goca apo 2, tha sa po ta pyeshim dhe për 1, do të thotë edhe për 1. I rrit dhe i edukon dhe i marton, e ka të garantuar xhenetin e Zotit ruan për zjarrit xhenemit. Një grua e cila i falet Zotit, agjeron, ruan derin, i bindet burrit, i bindet, jo thjesht respekt, jo i bindet, se ka i shtyll shtëpia, ka i përgjegjës shtëpia. I bindet burrit vet, Zoti do të japi 8 dyert e xhenetit. Për këtë arsye është kushtuar rëndësi familjes. Xheneti që e kanë në shtëpi, valla, ai xhenet që kërkojmë ne, që e kanë në shtëpi, që e kanë familje.